Komisioni i posaçëm për reformën administrativo-territoriale është ndalur në Vlorë në dëgjesën e radhës me qytetarët. Gjatë fjalës së tij, bashkëkryetari socialist i komisionit, Arbian Mazniku, është shprehur se fokusi i diskutimeve duhet të jetë se si bashkitë t'i zbatojnë si duhet kompetencat që kanë dhe jo tendarja e territorit. Po ashtu, Mazniku tha se nëse Shqipëria do të hyjë në Bashkimin Evropian brenda 2029-s, do të nevojiten bashki të forta për të përfituar nga 2 prej fondeve të Bashkimit Evropian për vendet anëtare. Sipas Maznikut, një nga problemet që ekziston sot në ndarjen territoriale ka të bëjë me çuarjen e një funksioni në një vend që nuk ushtrohet dot. Do diskutojmë më shumti për mënyrën se si bashkitë i ushtrojnë funksionet e tyre dhe si kanë mundësit, qofshin këto mundësi ligjore, qofshin këto mundësi financiare, qofshin këto mundësi administrative nga pikëvështrimi i njerëzve për t'i ofruar shërbimet, dhe ta përdorin hapësirën 2027-2030 si një moment përgatitje dhe nga ana e pushtetit vendor për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat i komisionit, Luciano Boçi, tha se Vlora është një shembull më i qartë i dështimit të reformës territoriale të vitit 2014. Gjatë fjalës së tij, Boçi theksoi se reforma territoriale duhet të përmbyllet në mënyrë konsensuale mes mazhorancës dhe opozitës, pasi në të kundërt sipas tij nuk do të kishte vlerë. Komisioni i reformës territoriale duhet ketë patjetër një konkludim konsensual, të dakordsuar nga Partia Demokratike dhe nga mazhoranca. Ndërkaq, deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës, Bujar Leskaj, disa orë përpara se të zhvillojë takimi në Vlorë, tha se Partia Demokratike ka si variant shtimin e numrit të bashkive në qarkun e Vlorës dhe në veçanti krijimin e 4 bashkive: Orikumit, Topalltisë, Amantias dhe Eksamilit.